Një hap drejt njohjes. Një hap drejt hapjes së mendjes. Biseda thellësisht përmbajtësore për arsimin, librin dhe të drejtat e njeriut. Prej fjalës së shkruar e deri tek zërat e fëmijëve. Hap është për ty që pyet, dyshon dhe që kërkon më shumë nga bota që të rrethon. Hapu të martën nga ora 12, Urban FM 103.5. Sot, në podcastin Hap, flasim për një nga pasqyrat më të vërteta të pabarazisë në Kosovë. Arsimimin e komuniteteve rom, ashkalin dhe egjiptian. Të dhëna nga UNICEF tregojnë një hendek që nuk mund të relativizohet. Në Kosovë, 96% e fëmijëve në përgjithësi ndjekin arsimin fillor, ndërsa në komunitetet rom, ashkalin dhe egjiptian, kjo shifër bie në 84%. Më pas bëhet edhe më keq. Arsimin e mesëm të lartë e përfundojnë 87% e fëmijëve në nivel vendi, por vetëm 24% e fëmijëve të komuniteteve rom, ashkalin dhe egjiptian arrin deri në fund të klasës së 12. Kjo nuk është thjesht statistik. Kjo është një histori kolektive e fëmijëve që ndalen diku në rrugë. Jo pse s'kan talent, por kryesisht sepse sistemi dhe shoqëria nuk mendon për ta. Edhe në moshën më kritike të zhvillimit, mosha 0 deri në 6 vjeç, fëmijët e këtyre komuniteteve nuk kanë qasje të barabartë në edukim. Më pak se 20% e fëmijëve rom, ashkalin dhe egjiptian marrin pjesë në programe të edukimit të hershëm, krahasuar me pjesëmarrje shumë më të lartë të fëmijëve të shumicës. Ne e dim se kush mbetet prapa në fillim, rradh e zë hapin më vonë. Raportet e zhvillimit social tregojnë se vetëm rreth 1 në 70 pjesëtar të komuniteteve rom, ashkalin dhe egjiptian arrin arsimin e lartë. Mendoni pak, një student në fakultet dhe 69 histori të tjera të ndërprera në një klasë të 5, të 9 apo diku mes një migrimi apo një pune të parakoshme. Në letër, Kosova ka strategji, plane dhe dokumente të shumta për integrimin e komuniteteve rom, ashkalin dhe egjiptian. Në praktik, shumë shkolla ende luftojnë me segregim të heshtur, mungesë të asistentëve, transport të pasigurt, fëmijë që lihen jashtë librave falas, familje që nuk marrin informacion dhe institucione që në një vend të llogaridhënies prodhojnë raporte optimiste. Pra, sot nuk po pyesim thjesht pse nuk shkojnë fëmijët të rom, ashkalin dhe egjiptian në shkollë. Pyetja është pak më e pakëndshme. A mos është vetë sistemi arsimor ai që e shtyen dal nga dal një pjesë të fëmijëve jashtë? Të dashur miq, jemi në Urban FM në podcastin Hap dhe sonte flasim për arsimimin e komuniteteve rom, ashkalin dhe egjiptian. Për këtë temë kam kënaqësinë me pas mysafir timin sot Isak Skenderin, i cili njerësh është edhe drejtori i organizatës Voice of Roma, Ashkali dhe Egjiptian. Isak, përshëndetje. Mirë se erdhe në podcastin Hap. Përshëndetje Agon, faleminderit shumë për ftesën. Është një kënaqësi e veçantë për mua të jem sot këtu me ty edhe me audiencën tonë dhe me njerëz që e ndjekin për të diskutuar rënd të vërtet një temë shumë të rëndësishme për shoqërinë tonë. Po, një temë shumë të rëndësishme edhe njëkohësisht të paktën për perspektivën time shumë dhimbshme. Unë në këtë hyrje i prezantova disa dhëna statistikore që i mora prej raporteve të UNICEF-it, si një prej organizata më kredibile ndërkombëtare. Po kisha dashur me qenë se ju si organizatë jeni shumë aktive, ka shumë kohë që jeni aktive, dhe një prej organizatave lokale po ashtu më kredibile në Kosovë, me ditë prej perspektivës t'juj, qysh qëndron gjendja në teren, sa janë këtu statistikat vërteta, sa ka të dhëna të tjera që janë ndoshta edhe më të dhimbshme se kaq, po përkatësisht e kom fjalën edhe për braktisjen. Unë nuk fola për braktisjen, po e di që edhe ishte nënkuptuar edhe nga kjo që thash që pjesa dërmuese e nxënësve gjatë viteve të shkollimit nuk arrin me përfundu as shkollën e mesme. Dhe që shtu e ndi të hyrjen, dhonat
ishin pak edhe dëshpruese, ndishin si dëshpruese, depresive, por mund të them që ndoshta janë edhe pak të vjetra outdated. Ajo që është e mira në këtë drejtim është se UNICEF-i me mbështetjen e donatorëve të ndryshëm edhe me partnerë të kombëtar, veçanërisht me Agjencinë e Statistikave të Kosovës, ka filluar raundin e ri të mbledhjes të dhënave, edhe mes komuniteteve rom, ashkali dhe gjiptas. Edhe unë gjithsesi edhe vetë me nzi pres të shoh se qa do na tregojnë dhënat të reja. Por në ndërkohë si organizatë e cila mirët që gati 15 vjet me punë që ka të bëjë me arsimimin e komuniteteve rom, ashkali dhe gjiptas, veçanërisht me familjet e komuniteteve, me uljen e braktisjes, me nxënjen e hapit, me zvoglimin e hendekut në sa i përket qasjes në arsim, kemi bërë edhe analizat tona krahasuese. Analizat tona krahasuese kanë treguar se në ato momente kur investohet përmes programeve specifike që kanë për qëllim për me adresu ato sfidat me të cilat komunitetet ballafaqohen, atëherë pjesëmarrja në shkollim është shumë e mirë. Për shembull, në ato vende ku ne kemi testuar dhe implementuar programin ton për mësim-nxënje përmes qendrave për mësim shtesë, kemi vërejtur se pjesëmarrja e fëmijëve në shkollim të fillor edhe të mesëm të ulët shkon deri në 85%. Në ato vende ku ne kemi testuar programin për ofrimin e bursave për nxënësët të shkollave të mesme të lartë, kemi vërejtë që pjesëmarrja shkon deri në 67%. Që është bajagi një dallim të dukshëm nga ato se çka kemi ndëgjuar. Por, si organizatë jo qeveritare, qëllimi ose në një mënyre, po që misioni jon është që të ndihmojmë të zvoglojmë këto hendeqe, por gjithashtu misioni jon është të prodhojmë modele të suksesshme të ndryshimit, por mandej ato me nda me institucionet tona. Edhe në një moment specifik, këto e kemi mri. Me Ministrinë e Arsimit, kemi diskutuar dhe kemi hasur në një mirë kuptim, ku të dyja programe kanë filluar procesit e tyre të ashtu quajtur institucionalizimit të ashtu quajtur. Institucionalizimi e vërtet. Do thotë, edhe qendrat për mësim shtesë, si mekanizëm i cili ofron këtë mbështetjen shtesë fëmijëve me nevojë, por edhe bursa vazhdojnë një farë mënyre të mbështeten edhe të implementohen, dhe kjo po vazhdon me kriju këtë ndryshim edhe me siguru që ai hendeku në arsim të zvoglohet sa ma shpejt që është e mundur. Disa kune statistikat që paraqita nëse s'gaboj janë në vitit 2021-2022. Tash ky rundi i ri i mbledhjes së dhënave ende nuk është publiku. Do të thonë nuk kemi gjatë këtyre 2-3 viteve nuk kemi ende diçka të re. Kur pritet me u publiku dhënat, a ki ndonjë informat? Unë sa e di, dhënat UNICEF-i veç ka filluar mbledhjen e dhënave në terren. E tash besoj që ndoshta deri ka prilli vitet tashëm ose mesi i vitet tashëm do të kemi edhe raportin final. Por me sa kuptova, ju pritni rezultate më pozitive. Po tash kemi dy situata këtu. Një situatë ndodhi pandemia. Po. Ajo si shka ne kemi vrejtë se qasja në arsim të komunitete ka qenë problem, ose pjesëmarrja në arsim ka qenë një problem i madh. Për arsye të ndryshme dhe faktorë të ndryshme. E ndoshta ato faktorë besoj do të diskutojmë. Por si thash, me programe të shumta, jo vetëm ato që ne si organizate kemi zhvilluar dhe implementuar, po edhe shumë organizata tjera me bazë në komunitet. Organizatat të komuniteteve rom, po jo vetëm, edhe organizata që miren me rom, ose ashkali edhe egjiptian, kanë fillu me kriju ndryshimin edhe me zvoglu këtë hendek. Me pas pjesëmarrje më të mirë në shkollim, praktikje më të ulët. Sistemi filloi një farë mënyre me funksionu, mes tjera është edhe sistemi i raportimit të braktisjeve, marrja e maseve nga ana institucioneve,
për rikthimin e fëmijëve në shkolla, por mandej ndodhi pandemia na ka hub bajagi një, të themi, pjesë të madhe të rezultatit që kemi arrit për dy arsye. Një, gjatë asoj kohës sa ndodhi mbylljes, edhe mësimit online e kemi vrejt dy probleme të komunitetit. Një, problemi më kryesor ishte mungesa e pajisjeve teknologjike për të përcjellur mësimin online. Që një farë mënyre ka ndiku në rritjen atij hendekut, në humbjen e motivimit për të vazhduar shkollimin, në thedhimin e praktikës, edhe na ka kthy disa hapa mrapa prej të cilave ende një farë mënyre po rikooperohemi edhe në vitin 2025. E qartë. Isak, a kemi dallime në aspektin e qasjes në arsim, a kemi dallime mes gjinive, vajza, djem, a është më e dukshme edhe mos vijimi i shkollës, por edhe braktisja e shkollës të njëra apo tjetra gjini? Edhe nëse po, pse nëse më në me përmend disa. Është shumë pyetje interesante dhe shumë pyetje me vend edhe mirë. E kemi vërejtur disa situata. E para, ajo vullneti i fëmijëve për të vijuar shkollimin është maksimal. Por edhe dëshira e prindërve për të regjistruar fëmijët e tyre në shkollim është aty. Do thot, sepse ajo se çka e përcjellim është për shembull regjistrimi i fëmijëve në klasat e para shkollës fillore. Edhe aty gati pjesëmarrja është e plot. Po, sipas UNICEF-it është 85% dikon. Pjesëmarrja në gjatë ciklit, por mandej gjatë ciklit të shkollimit ndodh braktisja edhe ndikon. Kur folim tek cikli i shkollimit të fillor të mesëm të ulët, por edhe të mesëm të lartë, mundet më vrejt një braktisje më të dukshme tek vajzat e komuniteteve. Në krahasimet e djemt, për shkak e kemi edhe një fenomen tjetër me të cilën brenda komunitetit po luftojmë, edhe ajo është fenomeni i martesave të hershme, të cilat e prekin më shumë vajzat se sa djemt. Por një element interesant është se në momentin kur vendoset vazhdimi i shkollimit më të lartë, e kemi një interesim shumë më të madh të vajzave se sa djemve. Kështu që për shembull nëse shohim se sa studenta kemi ne për universitetet e Kosovës, do të vrejmë se më shumë nga ato studentat janë vajzat se sa djemt nga këto tre komunitete. Do thotë është në të vërtetë interesant, po janë faktorë të ndryshëm të cilat ndikojnë në braktisjen e vajzave më shumë se sa të djemve. Përveç martesave të hershme, duam me përmend gjithsesi edhe varfërinë e skajshme. Komunitetet për fat të keq ende ballafaqohen me varfëri të madhe për arsye të ndryshme, edhe gjithmonë nuk duhet të mos të përmendet që njëri prej faktorëve kyç të gjendjes të komuniteteve është antigjipsizmi si fenomen specifik i përjashtimit edhe racizmit karshi komuniteteve romash dhe egjiptian në Kosovë, por normal edhe në Evropë dhe më gjerë. Tash, kjo përjashtim ndikon në varfëri dhe në situata të varfërisë, prindrit shumë shpesh hasen me vendimin a munden ose jo me i mbështet shkollimin e fëmijëve të tyre, veçanërisht në arsimimin më të lartë, do thotë arsimimin të mesëm të lartë, dhe nëse duhet të zgjidhen mes dyve, në shumicën e rasteve mes vajzës edhe djalit, në shumicën e rasteve zgjedhin djalin edhe ndalin vajzën. Për atë arsye ne kemi nxit, do thotë, nevojën për subvencionimin e shkollimit përmes bursave për shkollat e mesme dhe kemi insistuar që aty të jetë edhe një kusht specifik që është gjinia, do thotë me përveç disa kushteve që aplikanti duhet me i plotësu, të dy do thotë edhe djemtë edhe vajzat automatikisht fitojnë
ma shumë pikë për me nxit një farë mënyrë pjesëmarrjen e vajzave e kanë përparësi, ashtu që edhe aty e kemi mandej një barazi më të madhe të pjesëmarrjes ose të përfitimit edhe nga djemtë edhe nga vajzave. Do thotë përveç martesave të hershme, shumë e rëndësishme të cekët se është varfëria gjithashtu ajo e cila për fat e keq ende ndikon në braktisjen e fëmijëve nga shkollimi fillor edhe të mesëm të obligueshëm. A mu me të pyet, tash nështë kjo përhim pak ma thellë në arsyet ose shkaqet, po pse për shembull familja zgjedh nëse duhet me zgjedh mes djalit ose vajzës, pse zgjedh djalin fillimisht? Është për fat të keq jemi një shoqëri e cila edhe me plot një farë mënyre vedije po them që për fat të keq që jemi shoqëri e cila një farë mënyre është ende të grasped në patriarkatin të thellë. Patriarkati ku rolet mes djemve edhe vajzave janë predetermined. Në jetë, do thotë brenda në familje, të babës, nanës, edhe mandej gjithashtu mas në familjet veçanërisht të vajzave, në familjet e burrit. Ashtu që në këto situata vajzës i jepet më pak rëndësi në shkollim për shkak atij rolit predeterminues të asaj që ajo duhet me pas, çdosh. E qartë. Po e qartë fenomeni i shoqërisë në përgjithësi në Kosovë. Yes. Por te komuniteti romashkël egjiptian është dukshëm më i theksuar. Edhe një sen është fenomeni i cili ka argumente edhe në fusha tjera, do thotë të zhvillimeve shoqërore që ka të bëjë gjithashtu me përjashtimin, marginalizimin edhe varfërinë. Do thotë sa më të përjashtu, marginalizuar edhe të varfër, qasje konservatore ndaj pjesës tjetër të shoqërisë janë më të dukshme, do thotë qasja është më konservatore, edhe në këtë rast një farë mënyrë mbrojtja është një farë sistemi, elementi mbrojtjes të vetë komunitetit, kjo puna e patriarkatit, nuk është se po du me arsyetu, por për shkak këtyre elementeve të varfërisë, të përjashtimit, të diskriminimit, një prej mbrojtjeve është ajo qasje më konservatore, më e mbyllur për brenda, ku për fat të keq person vajza, person gruaja janë viktime e saj. E vërtet. Krahas këtyre dy faktorëve që i elaboruam pak më shumë, e përmend edhe antigjipsizmin edhe diskriminimin ose paragjykimeve që i përjetojnë fëmijët që shkojnë në shkolla që janë përkatësi e komuniteteve romashkëllin dhe egjiptian. Unë personalisht, me qenë se edhe ETA është her pas here kemi punu edhe me komunitetet e marginalizuar, pastaj rrjedhimisht edhe me komunitetet romashkëllin dhe egjiptian, kom pas rastin me pa edhe në shkollat ku ka përbërje të ndryshme etnike, komunitetet romashkëllin dhe egjiptian vrehet një segregim i qartë ku fëmijët e komunitetit shumicë me komunitetet pakicë, në këtë rast romashkëllin dhe egjiptian, nuk kanë komunikim ose nuk rrinë bashkë, nuk ndojnë hapësirat e përbashkëta. Në këtë rast klasën po jo dhe bankat. Qysh është situata në teren prej anës juj? Edhe në aspektin e segregimit, po edhe të paragjykimeve që munden me u përballë fëmijët, edhe natyrisht mandej kjo pashmangshëm përbën një prej faktorëve nështë edhe kryesor që me u praktisë shkolla. Është e papranueshme në shekullin 21 në shoqërinë tonë që të kemi një fenomen të këtij lloji, por ekziston. Fenomeni i përjashtimit, segregimit brenda shkollës, segregimit brenda klasës. Për fat të mirë nuk kemi identifikuar raste të segregimit në shkollë. Ka pas disa tentativa të cilat janë sfiduar edhe përmes gjykatave. Fillojnë me nda për shembull një klasë me qenë veç komunitete. Një klasë veç komunitete, po. Nuk ka në rast të tillë në Kosovë. Në rastet e tilla në shkollat të Kosovës nuk e kemi identifikuar në kohën e fundit. Ka pas para disa vite një artikull cilën e ka shkruar Dafina
Kosovo 2.0, ku e kanë ngritur, absolutisht, ku e kanë ngritur problemin e segregimit në shkolla serbe, aty ku fëmijët komunitetit rom vijojnë shkollimin në gjuhën serbe. Është ngritur çaj problem, edhe nuk është se është adresuar nga institucionet tona. Në disa raste, ato informata që kemi prej terrenit është që në disa situata ende ai problem mundet me ekzistu. Tash nuk jam plotësisht i sigurt. Por një problem tjetër është ajo qasja e bashkëmoshatarëve, e cila është ndikuar nga paragjykime dhe stereotipe, të cilat janë pjesë e përditshmes të themi të shoqërisë tonë, dhe të cilat ndikohen nga të gjitha ato, të themi, të cilat ndikohen së pari nga familja, por mandej ndonjëherë edhe shumë shpesh edhe nga mediat. Dhe në të mos me pas në anën tjetër materialet të shkruara lidhje me kush janë komunitetet, vlerat e tyre, kultura, preardhja e gjitha tjetër, e cila një farë mënyrë shpjegon edhe edukon. Për me balansu këtë qasje, kemi qatë problemin se në shkolla kemi rastet kur fëmijët të komunitetit shumic hezitojnë ose nuk dojnë të jenë ose të rinë me nejtë bashk, me nejtë në një bankë shkollore bashk, edhe në disa raste kjo edhe mbështetet ose injorohet ose mbështetet edhe nga mësimdhënësit. Çka është më e keqe? Nga mësimdhënësit. Mbështet, po, ose injorohet ose edhe mbështetet një farë mënyrë që qasja e ndarjes edhe nga mësimdhënësit. Do thotë nuk marrin masën me qatë problematikë. E kjo mbështetje pasive aktive, në kontekstin që mbështetet në kuptimin që ai e vren që ka një segregim ose një përjashtim social brenda grupit klasës, edhe nuk ndërmerr asnjë masë, apo edhe e inkurajon si të tillë. Po, edhe inkurajon pse jo, sepse kemi pas edhe deklarata nga tereni ku mësimdhënësit për shembull kanë thënë se po jo fëmijët vetë po dojnë me nejt njëri me tjetrin bashkë, nuk është se na po dojna me i prish tash fëmijëve dhe pilojna. Do thot arsyetime tash në këtë drejtim ka. Por tu ja gjujt barën e përgjithësisë fëmijëve të cilët janë të pavetëdijshëm, ndoshta për veprimet e tyre. Po si ai rasti i Pejës, që ishte ai rasti i Pejës para disa vite në festën e Abetares, ku të gjithë fëmijë ishin aty lart krejt. Po, fëmijë të komuniteteve aty, mas një rjeti, i cili shumë keq u vrek, u duke prej fotove, si një farloj ndarje kështu edhe fizike. Po, dhe ajo perdja ka qenë. Po, dhe arsyetimi normali mësimdhënësve që po jo, na deshte me ullë fëmijët poshtë, po ata deshtën vetë patën qef që aty nalt me nej. Do thot, ka kësi lloj arsyetime ende, për fat të keq, kemi ende për të punuar në këtë drejtime për nxitjes të sensit të barazisë, edhe përfshirjes tek mësimdhënësit të shkollave të Kosovës. Por po du me nda një përvojë ose ndjenje e cilën e kam dëgjuar prej vetë nxënësave, ku na ndonjëherë e neglizhojmë se si nxënësit ndihen, veçanërisht djemt vajzat të komuniteteve. Nëse ti je në një klasë, je fëmijë, rom ose ashkali ose gjiptas, je pak ma i zi, e keni ngjyrë pak ma ndryshe, do është edhe disa pjesë të sjelljes tone dallojnë prej pjesës shumicës për shkak disa faktoreve kulturore, edhe përjashtor, do thot, nuk përfshihesh në lojra, nuk përfshihesh në diskutime, nuk përfshihesh në asgjë, do thot, si ai fëmijë ndihet. E ndonjëherë po harrojna me hi në ato këpucët që aty fëmiu të vesin veten, po a ndihet ai mirë ose ndihet keq, si mundet mundi ai fëmijë se përjashtohet. Sa ndikon mandej kjo te vullneti edhe morali i atij fëmiu që të jetë pjesë e zhvillimit të brenda shkollës, edhe mandej ndikon gjithashtu kjo në mungesën e vullnetit për me vazhdu shkollimin edhe për me praktikë në një moment specifik. Do thot, si ne
gjithashtu me qitë qasjen ndonjëherë edhe pasive, por edhe ndoshta aktive, po jo të vetëdijshëm, ndikojmë që ata fëmijë të braktisin shkollimin. Do thotë është njëri gjithashtu prej faktorëve tjerë të braktisjes. Edhe ne kemi pas edhe deklaratet të fëmijëve ku në të vërtetë për ne u ndishin keq. Veçanërisht gjatë lojrave kur do duhet të ulen në një rreth edhe të kapen për dore, edhe tani ai shoku nanën e majt ose djath heziton ose nuk don me ta majt dorën veç për shkak se je pjesëtar i një komuniteti tjetër, e keni ngjyrë pak më ndryshe ose një theks pak më ndryshe të foljes. Do thotë është bajage një farë traume e madhe që ndikon mandej tek vullneti e fëmijëve për të vazhduar shkollimin edhe normal edhe në praktikën mandej nga shkollimi. Po, nëse e qet njëri edhe në vetë, për shembull kur po mendoj, është shumë e rëndë që ajo për shembull me ta kap dorën, nëse vërtet janë situata të pakëndshme dhe po shpresoj që reduktohen shpejt. Jo vetëm por reduktohen shpejt deri në eliminim tërësor të tyre. Në qëtë kontekst diskriminimit i sakt për shembull, po du pak me trajtu me ty edhe aspektin e teksteve shkollore dhe lektyrave shkollore. Tash deri vonë kem pas edhe gjuhë shumë të papërshtatshme në tekste shkollore, me sa di ka një progres goxha të mirë në eliminimin e këtyre termave racist, por çka nuk kemi pa është me lektyra shkollore ato kanë betë të tilla. Nuk po di nëse ke qenë ndjeni për një raport ulumtues të organizatës së tjera për lektyra shkollore ku e trajton pikërisht edhe këtë elementin e gjuhës raciste, të cilat sot e kësaj dite ato libra janë obligativ në një formë për shkak se mësimdhënësi obligon nxënësit me i lexu si të tilla. Çfarë mundesh me na thonë për këtë aspekt? Përfshirë ndoshta pak edhe elementin e përjetimit të nxënësit i cili ndoshta edhe normalizohet një gjuhë e tillë brenda klasës kur edhe lexohet brenda teksteve që të duhej me qenë tekste që edukojnë. Po ne, është unë vetë kam qenë në këto situata dhe vetë nuk me thënë të drejtën nuk e di tash me spjegu që to ndjenja nuk disha si mundi, a mundi mirë, a mundi keq, a mundi ofendum, a mundi të viktimizum. Edhe mandër kur shkojsha në shtëpi edhe e ngritësha që me prindrit e mi, me babën ose me nanën, edhe veç apo pse. Sot në shkollë, kur diskutum për një temë, komuniteti jonë rom është përmend në këtë kontekst. Që ka mujtë më qenë, më kanë ofendus, racist. Por atëherë më kujtohet që prindrit e mi e pranun ato si një e tanishme e cila është. So, mesazhi that's it, edhe you have to live with it, një farë mënyrë. Që kjo është, edhe duhesh me mësu me jetu, sepse nuk ka më kanë hera e parë, nuk është hera e parë, edhe nuk ka më kanë herë vetme. Edhe kemi vazhdu gjatë jetës mu ballafaqu me këto situata. So ai ka qenë bajagi një farë mësimi për mu veçanërisht, gjithashtu personalisht, që këto situata të fyrjes në bazë të racës, ku nuk mirret parasysh për shembull integriteti yt personal, cilësitë, kvalifikimet e tua profesionale ose cilësitë e tua, por preardhja jote, ngjyra e lëkurës, theksi i foljes, nuk e di, sende pa lidhje, por ka ndiku një farë mënyrë te une për shembull me forsu qasjen time pak më shumë ka investimin e vetveten, që to prove the others wrong një farë mënyrë, se unë ulna me agoni ka para gjykime për mu, po të tentoj mandej me bind që agonin se është
He's wrong, një farë mënyre. So, këto se cili fëmijë përjeton ndryshe, unë kam dëgju gjithashtu edhe di për rastet të fëmijëve të cilët si thash e kanë praktikë dhe shkollimin mas situateve ku janë ballafaqur me një farë me këto situata të stigmatizimit një farë. Ti kur je në shkollë stigmatizohesh si individ për shkak që vetë sistemi ta servon edhe servon aty fëmijëve një historie ku e cila e paraqet fëmijët të komunitetit rom ose shkali ose egjiptian në një farë kontekst shumë fys edhe racist, atëherë fëmijët e hupin edhe dëshirën e vullnetit edhe praktikën, por edhe e fuqizon do e bën edhe një farë mënyrë më të fortë që të luftojnë atë fenomen. Me Ministrinë e Arsimit e kemi ngrit në këtë çështje moti para disa vitesh dhe kemi hasur në një mirë kuptim dhe kanë vendosur të veprojnë në dy drejtime. E para, të eliminojmë gjuhë raciste në tekste shkollore, cila referohet komuniteteve rom ose ashkalis egjiptas, edhe herën e fundit kur e kemi verifikuar, nuk i kemi gjetë. Ato terme si ma gjup kjo, ma gjup qajo. Edhe dyta, kemi insistuar edhe këtu në këtë drejtim tani po punohet, që të kemi elementet në tekste shkollore të cilat e promovojnë vlerat edhe kulturën e komuniteteve. Që ai pjesëtari i komunitetit një farë mënyre edhe në çatyna që klasen mundi pak ma krenar kur flitet për ta dhe kur thuhet romt kështu e ashtu, po në një kontekst pak ma të mirë dhe pozitiv. Por edhe në anën tjetër kjo ndikon edhe në thyrjen e paragjykimeve dhe stereotipeve në afatgjat. Se si na mund të presim një farë mënyrë që një fëmijë sot të krijojë një mendim pozitiv për kushtet e tij të vet që ka, po për të cilët nuk ka mundësi me ditë ose me mësu. Tash, nëse ti i rrit afër në një mahall ku ke pas edhe pjesëtar të komunitetit, edhe je shoqëru me ta, ti e ke kriju përmes përvojës një afërsi dhe një njohuri, një dije për komunitetin rom ose ashkali ose egjiptian, ose për të tre. Po ata që nuk kanë pas këtë mundësi, ata fëmijë të cilët nuk janë rrit, por vetëm i kanë pa rrugëve, edhe i kanë pa në ekranet televizive, kanë lexu për ta në kontekstet negative, çfarë mendimi presim ata me kriju për komunitetin përveç atij mendimi negativ, racist, përjashtues. Edhe mandej cikli vazhdon. So, aty po më vjen mirë që Ministria e Arsimit në të vërtet ka pranu, edhe është ty punu, janë angazhu disa ekspert. Njëri prej tyre është Romi Prizrenit, Avdi Misini, gazetar gjithashtu, por edhe romolog, i cili ka studiuar shumë historinë dhe kulturën e komunitetit rom dhe është tash pjesë e këtij ekipi, i cili shpresojmë se do të krijojë materialet e mjaftueshëm të mira, normal, të cilat janë të adaptuar mandej për moshat e fëmijëve, të cilat shpresojmë se në ditë do të futen në ato libra shkollore dhe në tekste shkollore dhe do të materiale, si më thonë, materiale ekstra, si broshura ose fletushka që promovojnë këtë aspekt, po jo pjesë përbërëse e teksteve shkollore. Jo, do duhet të jenë pjesë përbërëse e teksteve shkollore. Saktë, në këtë proces ende nuk është marrë ky vendim. Në këtë proces ende nuk janë në proces të prodhimit. Janë në proces të prodhimit, shpresojmë si momenti që kur prodhohen, atëherë do të jenë pjesë edhe nuk do e vërtet nuk do të me reduktu gjuhën, me eliminu, jo reduktu se nuk është terminuar. Me eliminu gjuhën raciste, po edhe me promovu komunitetin që është pjesë përbërëse e shoqërisë tonë, edhe e rëndësishme. Isak, nga përshtypje një pjesë kur e tregove storien tonë dhe me prind, që prindër të tjera të kanë tregu që duhesh me pranu që situatë edhe me përballu si të tillë. Edhe mandej tha që për shembull kur ke qëndru me agonin ti e ke marrë një detyrësi për vetës tënde që me dëshmu agonin që çatu paragjykime ose çatu
qasi diskriminuese jo gabim, nuk qëndrojnë. Sa ka qenë sfiduese që kjo për ty që e ke pas një obligim shtes, krahas krejt nështë ta barrave tjera që jeta ti ka jap mbi supe. Që të nevojën me dëshmu që tjetri është gabim edhe nuk qëndron ajo. Besoj është për mu u ka diçka normale, sepse jo vetëm Kosova, po një farë mënyrë gjithë Evropa i ka kriju këtë stigme edhe këtë paragjykim ndaj komunitetit rom. Tash Zoti më ka dhënë kështu që jam. Është një sen që s'ku mujt me zgjedh, emrin edhe mbi emrin ka marrë prej babës, edhe për kacin fetare mundem me ndru nëse du, po për fat i keq këto ngjyrën e lëkurës edhe për kacin etnike Zoti ma ka falë. Edhe me atë fakt një farë mënyrë, jo vetëm unë, po të gjithë pjesëtarët e komuniteteve kur lindim me këtë elementin që këtë shkaksinë e rezistencës. Do thotë rezistenca ndaj pabarazisë. Pse rezistencë ndaj pabarazisë? Sepse lindim në një shoqëri e cila për fat të keq diskriminon për shkak të asaj. Do thotë nuk ka barazi, këtu problemi është barazia. Jo vetëm në Kosova, po gjithë Evropa. Nuk është interesant është fakti se Evropa e ka një ndjenje të lartë sentimentit, anti-sentiment kundër romëve, kudo për arsye të ndryshme. Tash, në disa prej këtyre arsyeve nuk mund të kuptohen, por kanë të bëjnë edhe me ato se që ka ndodhur gjatë luftës së dytë botërore, me propagandën e regjimit të atëhershëm nacist, me të cilën ata e arsyetojshin për ndjekjen edhe në farë mënyrë eliminimin ose mbytjen, like the prosecution or the death e romëve në ato pjesë të cilat kanë qenë të okupuara nga nacistë dhe nga fashist. Por edhe kjo normal ndodhi edhe me jahudi, edhe ndodhi holokausti edhe ndaj jahudive, ndodhi holokausti edhe ndaj romëve. Por në vitin 45 bota edhe Evropa u ballafaqun me qatë të vërtetën, edhe pranun holokaustin ndaj jahudive, por nuk e pranun holokaustin ndaj romëve. Edhe arsyetojshin për ndjekjen e romëve me kriminalitetin e tyre. Thoshin po ne nuk e kemi për ndjek romë për shkak se janë romë, e kemi për ndjek romë për shkak se janë kriminal, janë hajna, janë çka s'janë. Do thotë të gjitha ato stereotipe, shumica e tyre që edhe sot janë. Edhe një farë mënyrë kjo shoqëria atëhershme e pranoj. Ishte dyqysh lehtë për ta. Me pranu, edhe kjo ndikoi në ato se ai diskriminimi mandej të bazohet në qatë narrativin e zhvilluar të qasoj kohës dhe vetëm deri në vitet të dhejta, late 80s, early 90s, kur është pranu zyrtarisht edhe holokausti kundër romëve dhe Evropa filloi në farë mënyrë të adresoj këtë çështje. Filloi të adresoj këtë çështje, thanë e kemi bën një gabim historik ndaj komuniteteve rom, ndaj komunitetit rom, edhe për shkak holokaustit, edhe historia e mëhershme, dhe we have done a historic injustice, edhe duhemi me rekooperu. Edhe prej atëherë fillun programet për përfshirje, për sensibilizim të qytetarëve, fillun në Evropë, me dekadën e parë, mandej edhe me programet të tjera të cilat tash Evropa gjithashtu, po edhe pjesa tjetër e Evropës, e cila nuk është që ajo Evropa, në farë mënyrë e përcjell. So kjo ka bazë në qatë histori, edhe është për qatë arsye një farë mënyrë të e ditë që je pjesë i qati komuniteti, e din që do të ballafaqohesh me qato situata deshte, s'ki shumë zgjidhje përveç you embrace, por edhe një
farë mënyrë try to fight against. Por një sen që nuk isha preferu për as komunitetet të bojnë, është ai viktimizimi dhe vetë viktimizimi, tash neve po na diskriminojnë, what do we do with it? So, komunitetet kanë tregu një farë lloji rezistence për shekujt e tëra, sepse Romët ki udhtimi i Romëve like road zgjat 1000 vjet e më shumë. Filloi prej vendeve aziatike përmes pjesës afrikane, ka Evropa, mandej Amerika, Australia, tash do thotë jemi pjesë e botës, nuk takojmë tash vetëm një vend e një shteti si komunitet, takojmë botës. Tash tu i thonë që të sen, gjithashtu është rëndësishme të tregu që i takojmë edhe vendeve ku jetojmë, unë i takoj këtij vendi, unë jam i këtij vendi, ky vendi është i imi, unë jam Isak, unë jam kosovar, po si pjesëtar i komunitetit Rom, jam pjesë member of the një farë mënyre qytetari botës. Mas pari qytetari i këtij vendit, po mandej edhe qytetari i botës. So është ajo që ka shape një farë mënyrë edhe komunitetet, mënyrën e tyre të zhvillimit, mënyrën e tyre të jetesës, mënyrën e tyre of being, të qenurit. Të qenurit, e vërtet. Isak, e di që është përfol edhe prej komunitetit në përgjithësi, por edhe prej shoqërisë civile çështja e gjuhës anëtare. Nëse s'gaboj, është Prizreni vetmja komunë në Kosovë që ka gjuhë zyrtare, gjuhën rome, apo? Edhe Graçanica. Edhe Graçanica, okej. Po, tishta me natyrisht, po flasim për shkollën, qysh ndikon për shembull edhe a e konsideroni si mohimit të drejtës të arsimit ose për faktin që fëmijët e komunitetit rom ashkalit dhe egjiptian nuk kanë qasje në libra të gjuhën të cilës edhe i përkasin ose gjuhës anëtare. Une mendoj... Dhe çfarë ndikimi ka kjo në ende po flasim për braktisjen ose mungesën e vijimit të shkollës. Cili është roli në mesin e faktorëve që i përmendëm deri tash? Për mu është një mohim të një drejte themelore, arsimimin e gjuhën anëtare për pjesëtarët e komunitetit rom. Se i përket ka shkalive dhe egjiptianëve, gjuha e tyre e parë është gjuha shqipe. Ashtu që nuk është problem integrimi dhe përfshirja në mësim në një gjuhë të nanës, nuk është problem në rastin e këtyre dy komuniteteve, ose në një shumicë të madhe të këtyre dy komuniteteve. Por në rastin e komunitetit rom, është automatikisht duhemi mu arsimu ose në gjuhën shqipe, ose në gjuhën serbe, ose në gjuhën turke ose bosnjake, po asesi në gjuhën e vetë amtare. Në Prizren ekziston mësimi i gjuhës rome si lëndë fakultative në disa shkolla për disa fëmijë, që është një hap i mirë, i mbështetur gjithashtu nga Ministria e Arsimit, por besoj ajo si çka mungon për të fuqizuar plotësisht pjesëtarët e komunitetit rom, edhe në këtë fushën e arsimit është me kriju kushte edhe me mundësu që më arsimu në gjuhën e vetë amtare, ashtu si arsimon të gjitha komunitetet tjera në këtë shoqëri. Në këtë shoqëri, shqiptarë mësojnë në gjuhën shqipe. Sërbë, turk, bosnjak, të gjithë. Pse vetëm komuniteti rom nuk mundet me mësu në gjuhën e vetë amtare? Shumë pyetje e madhe. Shumë pyetje e madhe për secilin prej neve, veçanërisht për neve, për pjesëtarët e komuniteteve, se duhet me kriju kushte, por edhe për institucionet e Kosovës, për të siguruar se kjo një ditë do të ndodhë. Dhe në momentin kur do të ndodhë, besoj, do të ndikoj shumë në eliminimin e shumë nga këto sfidat edhe problemet që tani na e përmendëm se i përket përjashtimit, diskriminimit, segregimit edhe braktisjes edhe shumë të tjera që në farë mënyre e përmendëm. Thot, kur filloi komuniteti shqiptar mu zhvillu si komunitet, vetëm atëherë kur filloi mu arsimu
në për shkollat e veta në gjuhën e vet amtare. Dhe s'është veç kjo veç për komunitetin shqiptar, për të gjithë komunitetet tjera, po ty e nis për shembull nga ke parim, pse jo edhe për komunitetin rom nesra, nëse munden më mësu në gjuhën e vet amtare, ato të jetë kjo që ajo big jump, karshi një barazie më të madhe në këtë shoqëri, edhe një përfshirje më të madhe në këtë shoqëri tash. Jo të gjithë edhe nga aktivistët e komunitetit, edhe nga community scholars pajtohen, sepse mandej mundet me kriju një problem tjetër të segregimit, sepse në një anë folim për pjesëmarrje, për barazi, sepse po tani nëse ti shkollohesh në gjuhën tonë amtare, do thotë që vetëm fëmijët e komunitetit rom do jenë aty në çat klasë. Në Gjakove kemi luftuar që mos me nda fëmijët, mos me i shti rom të një klase fëmijë tjetër në klasë tjetër. E tash po folim, po dojna me kriju një shkollë vetëm për rom. Po dallon shumë. Dallon për shkak se është arsimimi në gjuhën amtare. Edhe si till, mandej edhe qasja në sistemit ka shi atyre fëmijëve ka me dallu. Po shumë e vërtet. Unë besoj edhe pajtona plotësisht, sidomos për dy aspekte. Ne si në këtë rast shqiptar jemi përballë me një situatë ku na është mungu arsimimin e gjuhën shqipe, që konsideroj që kemi përgjithësi shtesë me mësu të tjerë arsimimin e gjuhën amtare. Edhe e dyta pajtoj që besoj kjo kishme qenë njëna prej zgjidhjeve kryesore që me rrit pjesëmarrjen e fëmijëve të komuniteteve rom në arsim, po edhe me parandalu braktisjen pashmangshëm. Derisa po flasim të braktisja, ekzistojnë edhe disa mekanizma në nivel komune, po edhe në nivel shkolle që quhen ekipet për parandalimin, këtë rast ekipet komunale dhe ekipet shkollore për parandalimin e braktisjes së shkollës. Punët cilave nuk është vetëm e dedikume për komunitetet pakicë, po për gjithë fëmijët e komunës dhe shkollës. Po natyrisht na po flasim për një situatë ku ky fenomen është shumë më i dukshëm dhe më i theksueshëm te komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Në këtë kontekst i sakt, si e konsideron rolin e tyre, sa i konsideron funksionale dhe efektive për me e kry punën edhe përgjithësinë që e kanë këto ekipe. Për mu, këto ekipet për parandalimin e braktisjes kanë qenë edhe kanë me vazhdu, më kanë një enigmë shumë të madhe. Enigmë se i përket kuptimit, jo vetëm rolit, po edhe funksionimit. Nuk është si organizatë që nuk kemi tentu një farë mënyre me i mbështet funksionalizimin e tyre. Edhe vetë kum lexu udhëzimin administrativ, edhe dokumentet përcjellëse edhe të gjitha, të cilat e shpjegojnë se çka në fakt duhet ata me po. I kam taku njerëz që janë pjesë e këtyre grupeve në shkollat e ndryshme. Njerëz të mirë, punëtor të ndershëm. Por pse e kemi një numër të madh të braktisjeve ende sot, edhe tu e pas një ekip e cila e ka këtë rol me i parandalu këto braktisje, është ajo enigma, ose diçka ty po mungon. Something is missing in this equation. Edhe kjo equation është besoj që we will be able to crack it në farë mënyre lehtë, se sa i mandati tyre lejon, marrjen e masave, të cilat munden me ndiku në ulljen e këtij fenomeni. Për shembull, ata, por edhe institucionet sa kanë mandat, sepse ata njerëz janë pjesë të atyre institucioneve janë, si mëdhanësit të shkollave, drejtori i shkollës, dikush nga komuna, nga qendra për punë sociale, na i prind këto ato në organizatë qeveritare, do thotë këtë janë ata pjesë të këtij sistemit. Edhe sa sistemi është funksional në rast se na i kemi një braktisje e cila të raportohet, e cila një farë mënyrë për të cilën njoftohet edhe raportohet, po sa mandej marrin masa, ka shi
kthimit të qati fëmijut, e di që ka pas raste pozitive ku fëmijët janë kthyer në shkolla, por në anën tjetër prap kemi rastet kur fëmijët nuk po kthehen në shkolla, do thotë sistemi nuk është funksional, diçka që aty nuk po funksionon. E tash, kjo është veç një ilustrim i shumë ligjeve të tjera të cilat si Kosovë kemi ndërtu, edhe kemi zhvilluar që kanë për qëllim mbrojtjen e të drejtave të pakicave kombëtare, minoriteteve, komuniteteve të ndryshme, por nuk po gjejnë zbatimin e duhur, po mungon që aty që ajo far, po mungon diçka që aty, që mu kon ajo që mu zbatu, që ai rule of law, po na mungon neve si shoqëri në përgjithësi, edhe këtu shihet mas shumti. Te komuniteti është më i dukshëm, sepse është më i lehtë për me evitu, se nuk ka pasoja. Do thotë, nëse ti shkel një drejt të një pjesëtarit të një komuniteti, nuk do të ballafaqosh bashkëqa shumë me pasoja, si për shembull nëse kishe shkel drejtën e dikujt tjetrit ose nuk ja kishe respektu drejtën, sepse kjo lidhet me antigjipsizmin edhe me ato ndjenja, do thotë me qëtë fenomenin e përjashtimit që e përmendim, se te komunitetet ende ekziston një farë ndjenje e qenit të një qytetarit të klasës së dytë. Pse të klasës së dytë? Për shembull, gjatë periudhës së sklaverizmit në Amerikë, personat të zi, the black people, ata vleshin 2/3 të njeriut. Jo njeriu i plot, po 2/3, do thotë automatikisht ti si njeri i zi vlen ma pak se sa një njeri i bardh. Me ligj. E këtu të na jo me ligj, po si një farzakon shoqëror, ti si pjesëtar i komunitetit tjetë qytetari klasës së dytë. Çfarë do thotë kjo klasë e dytë? Klasë e dytë do thotë që ti, nëse shkon një vend me kërku një farë drejte, edhe është një farë reni, edhe ti tash janë 3 veta, ti tash vazhdon rënje vend njeri 4, vjen ai mas teje, hin para teje, ti prapje i fundit, vjen edhe njoni, prapje para teje, ti prapje i fundit, do thotë nuk shkon mas teje, e ti këto e pranon, se ti e din që ti je qytetari i klasës së dytë, e ajo është qytetari i klasës së parë, dhe ai ka përparësi ndaj teje. Është vetëm një ilustrim, një situatë pse klasa e dytë, edhe si i qenit të klasës e dytë për fat i keq është ajo it's part of the story. A është e ndershme për qeverinë e Kosovës, po bëj retorikisht për nisi këtë pyetje, edhe për Kosovën si shtet që me pas krejt të dokumente, krejt të politika në letër që duket që një vend që ka kriju kushte superiore, po thomë, për integrimin e komuniteteve, edhe njëkohësisht me u përdor qëto si rezultate, sidomos në raportet me marrëdhëniet ndërkombëtare, si të arriturat të shtetit Kosovës, në ndërkohë që sot po flasim, edhe sot, në vitin 2025, në fund të vitit 2025, për një situatë jashtëzakonisht të rëndë të komuniteteve roma, shkallin dhe egjiptar. Qysh e konsideron këtë diskrepancë? A është frustruese për ty, Isak, që kjo situatë? Është frustruese. Është frustruese vetëm jo vetëm për nga aspekti i komuniteteve, por është frustruese nga aspekti i qytetarit të këtij vendi, sepse si qytetari i këtij vendi ti pret një farë mënyre sistemi me funksionu, edhe me sistem funksional drejtat e tua të jenë të garantuara. So, na nuk mundemi me fol, do thotë është kot me fol për një
mbrojtje të komunitetit rom, një mbrojtje specifike të nevojave të veçanta dhe adresime një paparazie dhe një injustice historike, nëse motori, like the main cause of the problem, nuk po adresohet cause of the problem i kretë shoqërisë. So si qytetar është frustruese kur ti sheh se sistemi nuk është funksional. Edhe mandej edhe më shumë kur ai sistem edhe më shumë nuk është funksional për ty si pjesëtar i një komuniteti specifik. So nuk mjafton atë kemi vetëm dokumentet edhe ligjet, e kemi ndërtu falë Zotit mjaft. E kemi dokumentet më të mira në botë në disa fusha të përfshirjes. Unë kam pas mundësi të shkoj vende të ndryshme dhe të vizitoj shtetet e ndryshme dhe të diskutoj me njerëz të komuniteteve në ato vende dhe disa prej politikave dhe politikave të cilat janë ndërtuar të na, ata ende nuk i kanë në plan. Jo që janë të punu, ose po ende nuk i kanë në plan për me punu. Po nuk mjafton se nuk janë të zbatueshme. Tash për shoqërinë tonë, është e rëndësishme që si thash atë pjesëmarrjen do thotë politikët, por edhe pjesëmarrjen edhe veçanërisht politike mos të përdoret si brosh. Kur shkojnë anë për takime në arenën ndërkombëtare, edhe me vendosur që aty një brosh në a thuhet brosh as di ç'thuhet. Do thotë një far ajo far Po brosh. Po kuptohet si pin, si një pin, dekor. Si një dekor në xhaketën adin rrin mirë, po nuk është keqëllim, nuk do të jetë keqëllimi edhe në raste të specifike me të thënë të drejtën, edhe kumve që ka fillu me ndru, që kjo qasja, edhe që kjo logjika, edhe nga sistemit e na, edhe nga institucionet, përfaqësues institucioneve, dhe disa prej përfaqësues të institucioneve në pozitat e larta kur u ulsha për me diskutu problematikën e komuniteteve, me të thënë të drejtën, mënyra se si ata e diskutojshin, mu mbleshin pa fjalë. Thosh, okay, there is nothing for me to say, sepse you said it all. Si kur ti thush, për shembull që gjendja e komuniteteve pakic është përgjithësia jon qatyrjenale. Sepse nuk është edhe larg ku na për shembull dëgjojshin për përfaqësuesve politik kur thoishin po komunitetet rom, mashkalli dhe egyptian janë në këtë gjendje për shkak kushteve të rënda socioekonomike, të cilat nëse ata i kishin ndesht, i kishin mujt me ndru. Dhe thot ajo pointing the finger që qyre ti tash kjo është shteti i mundësive dhe ofron barazi të gjithë qytetarë janë të barabartë, tash ti nëse don, tash ti pse s'po don më kon pjesë e kësaj shoqërie, pse ti s'po don me pas një shtëpi më të mirë, një drek më të mirë për fëmijët e tu, mbrëmje kur ulesh, pse me hangër veç bukë krip, pse mundesh me hangër ti, pse mundesh me shtin tavolinë pak mishe orize, naj Coca-Cola diçka s'dije, veç buke kripe pak ujë, ti s'po don më ushqim mirë, ti s'po don kur bin me flet, s'po don me flet, mirë, po du me thonë, ajo logjika ka fillu me ndru edhe ato që e vrejtë se ndërgjithësimi i politikës, po këtu kemi punu edhe na shumë si organizatë, edhe unë kom punu shumë me këtë nxitjen e sensibilizimit për faktor kyç të përjashtimit, edhe ku antigjipsizmi përmendet si jo problemi pakicës, po problemi shumicës, do thotë antigjipsizmi është përjashtimi i shumicës, përjashtimi i pakicës nga shumicët, ashtë se ti si agon nuk don mu me pas pjesë e shoqërisë rrethit ton, badja, unë po mundoj edhe po tentoj edhe vi edhe thonë, mo agon bra, po mlen mrena në qatë shpi, ti thush jo Isak që veni këtu jashtë, na krejt këtu mrena mirë jemi nxehtë, po ty që aty mundesh me nejt që pak qeni qebe edhe mbloj, jo, edhe tani me qatë qebe thush, po në ja kom dhonë qebe tash, pse që çka po anë, qa po donë ma shumë qa Isaku, so, po do me thonë se... Ajo qëtu fraza, më falë, Isak, ajo fraza që justifikojnë realisht racizmin, qëtu që, ta zonë, edhe unë kom një shumë shpesh prej
krerëve institucional shkollor në këtë rast që na kushtet i kemi ofru, pa ata vetë s'pëdojnë më në shkollë. A është një farë justifikimi i qasjes rasiste? Kjo është puro qasja raciste, puro. It's a clear racist behavioral practice. S'ka mane, është definicioni i racizmit qajo. Po tash, o shumë e rëndësishme këtu që antigjipsizmi si fenomen, se tash pak po diskutojna për edukimin, po s'mundemi mos me folë edhe për racizmin, sepse këto antigjipsizmi është thelbi i problemit një farë, se nëse s'kishim pas këtë antigjipsizm, nëse si shkon s'kishim pas edhe qëtë problem në edukim. E tash, antigjipsizmi si fenomen është shumë shekullor, nuk është i sotit i djeshit, ekziston prej kontaktit të parë. Prej kontaktit të parë, të komuniteteve me shoqëritë evropiane, ato ishujt greke, kur ai prifti grek momentin kur i ka qujt cigani, për shkak edhe cigani ose ciganos, se shumë variacione të këti termi, në qatë gjuhë, në qatë kontekst, u kuptoj kësi të paprekshëm jo, që ata janë qatë shumë të zhvillum që we cannot approach them, po që shoqëria nuk duhet mu afro atyre, nuk duhet mu shoqëru për ta, sepse ata e përfarsojnë një farë kulture, e cila nuk është qatë shumë e njoftun për neve, so s'podojna një farë mënyre me pas pjesë. Kjo konë, prej qasoj një farë mënyre filloj, edhe u thelu, deri në një moment, deri sot, kur shumë behavioral practices që në pithojna, ju në bo pjesë e përdishmes tonë, edhe timen. So, shumë elementet të gjuhës edhe sjedhjes përjashtuse, edhe raciste ju në bo përdishme edhe pranueshme. Edhe nuk identifikohen se e tilla. Tash, kjo nuk do thot se ti e racist, ose une po diskriminohem, po qështu na ka mësu shoqëria qenimi vjetë një farë mënyre musil. E derisa nuk fillojna me fol për ta, me identifiku edhe me i parandalu, tu i fillu për shembull prej këtyre termeve pejorative, pse nuk duhet dikon me i qujt cigan ose magjub ose gjipsi, pse nuk duhet tash. Nuk duhet as me spjegu pse nuk duhet kur dikush thot nuk duhet, se është fyse që kjo puna, është sepse ti e din momentin kur ti thush, kur ti e përdor në fjalorin ton, ti e përdor me një farë tendence prapavije e cila nuk është qaq, të themi lajti, po është bajage një farë tendence e cila është me prapavije shumë pak negative, pejorative, so kur din që nuk është fyse atëherë. S'mon me i përdor, sepse pe fyn do njerëz për pa pikë nevoje, për pa fojën e tyre, pa fojën tonë, pa whatever. So, këto kjo është njëna ma obvious, po janë shumë të tjera, për shembull, në bankat shkollore, tash nuk po du me arsyetu ata mësimdhënësat. Por nëse për shembull ti në një klasë shkollore e ki 20 fëmijë dhe 3-4 komuniteteve, 15-16 shumicës, 3-4 Roma ose Ashkali, e ata vendosin mul aty në bankët e fundit, edhe mul bashk, edhe ti thush, po ani se nese se ndoshta ata dojnë mu konë bashk, jo domosdoshmërisht ti automatikisht qëllimisht i përjashton, po është përjashtim, është diskriminim, po është pjesë e një farë sistemi cili na ka mësu që, na ka tregu që, po s'ko gale. Hajse që shtu qështu bo para 10 vjetë, 20, 30, 50, edhe tash s'ko gale, nëse ta ullin që aty pelojnë a vetë, nëse mësojnë diçka mësojnë, nëse nuk mësojnë, hajse edhe kështu nuk dojnë me mësu.
Për kurreshtin tam personale, po besoj edhe shumë atyre që na dëgjojnë, arsimi në Kosovë është obligativ edhe kjo është në një farë forme kushtimisht po them edhe e sankcionuar me ligj në kontekstin në këtë rast e privimit të arsimimit të fëmijëve, pas parasysh që i konsiderojnë të paaftët, të papërgjegjshëm për me marrë vendime në mënyrë të pavarur. Pra sankcionohet prindi që nuk e dërgon fëmijën në shkollë. Deri në vitin 2020 ashtu diçka e majnë merë, ma vonë nuk kom arrit me u përditësu, po e dije pa ta marrë një informatë kështu me shkrim për avokatit popullit që as edhe një herë nuk është apliku në masë e tillë ligjore ndaj njerëzve, ndaj të rriturve që nuk që nuk janë siguru që fëmijët e tyre me qenë në shkollë. Ktu po flas për gjitha komunitetet. A jenë djeni, a ka pas vitit 2020 në vendim të tillë që është marrë mas ligjore ndaj në prindit qoftë ai komuniteteve Rom Ashkali Egjiptian, po edhe komuniteteve tjera në Kosovë? Jo, po thjesht edhe ky është një ligj i bukur në letër. Po. Jo, nuk kam djeni, nuk e di që ka ndodhur, nuk e di askan që dikujt ai ka ndodhur. Kemi shtrirje bajagi të madhe në teren përmes zyrtarëve, aktivistëve, mediatorëve tonë edhe përmes qendrave mësimore ku operojmë. Nuk e kemi has në ndonjë rast, nuk jam identifiku për ndonjë rast. Edhe tash na po du me lidh këto me një çështje që ka të bëjë prapë po kthehemi te diskriminimi, se diskriminimi i mirë ose i keq është prapë diskriminim. Nëse ti ke një rast kur raportohet një braktisje të fëmijët nga shkolla të komunitetit Rom ose Ashkali ose Egjiptian, i komunitetit Pakic, edhe nuk ndërmerr një rast sepse thosh hajse ku tash unë me shkru këtina një dënim ma ndoshta s'ka për buk sante e unë me denu me sa 50 euro 500, nuk e di sa është qaj dënimi, është diskriminim. Pra, diskriminimi i mirë ose i keq është prap diskriminim edhe nuk duhet me ndodhë. Tona gjithmonë kemi thonë se duhet me bërë një dallim mes masave afirmative edhe diskriminimi, se nuk janë të njëjta. Masat afirmative për shembull thojnë se nëse për shembull për arsye shoqërore kulturore ose cila do tjera ti ke qeni përjashtuar prej një situate, tash unë si shoqëri duhet me investu pak ma shumë edhe me zhvillu do masa pak ma ndryshe në rastin ton që me mujt ti me nxon hapin. Kjo nuk është diskriminim, kjo është masa afirmative, kjo është një farë nditje, është një farë equality edhe equity, po diskriminim në sa i përket drejtave bazike nuk është në të mirën e komuniteteve gjithsesi edhe kjo, ashtu që hajde ndoshta të përdorim këtë foltore si vend nga i cili mundim me bë thirrje institucioneve që një kërkesë e madhe të komuniteteve është trajtimi i barabartë mas pari. Trajtimi i barabartë. So në të gjitha rastet, në të gjitha fusha, everywhere and elsewhere. Mas pari trajtimi i barabartë, equal treatment, e mandej edhe pak shtytje për shkak normal nuk jemi të njëjtë, nuk mund të shtyhemi. Sepse nuk e kemi piknisjen historikisht është diskriminuar. Absolutisht. We don't have the same starting point. Derisa nuk kemi same starting point, s'mund të shti me prit prej meje që une e mu trajtu do thot me pas the same opportunity city. So që aty më duhet pak mbështetje, po nga aspekti i drejtave të obligimeve, specialisht nga aspekti i obligimeve, we ask for equal treatment, kur gjë ma shumë. Ma shumë, do thot këto është ajo, sepse
ndonjëherë kemi këtë problemin gjithashtu e perceptimit të këtyre masave afirmative po pse po bëhen, dhe është absolutisht arsye pse po bëhen. Isak, në qëtë kontekst të masave afirmative, për shkak të përvojës që e ki, edhe si pjesë e organizatës, edhe si pjesëtar i komunitetit, po edhe si aktivist që shumë vite në Kosovë, cilat këshin me qenja 3 rekomandime tuaja, përmendëm shumë, po kom qef me i përmbledh, qofshin disa për tyre që i përmendëm, edhe me sen tjetër nëse kem lanë pa përmend, një 3 masa konkrete që ishdasht me i marë qeveria Kosovës, Ministria e Arsimit specifikisht, për me përmirësu situatën e pjesëmarrjes së komuniteteve Rom Ashkali dhe Egjiptian në të paktën në arsimin obligativ, pra të paktën deri në përfundimin e shkollës mesme të lartë. Po këto ka shumë, po do thot si organizatë si sa kom nimi kërkesën ndaj institucioneve. E marë parasysh. A ta vizu në masat që cilat mundën më ka ato 3-3 rezultatet shpejta për shembull. Po flas për një periudhë afas shkurtë, 3 maksimumi 5 vjeç për shembull që kishin mujt me apa rezultate. Ndoshta jo me kry krejt komplet me adresu krejt komplet problemin, po të paktën me apa rezultatet ato frytet e para të Po e para është kjo, e para është që kërkesën ndaj institucioneve veçanërisht Ministrisë së Arsimit është me e njoft vlerën e plot të qendrave për mësim shtesë. Okay. So, si mjet, si masa afirmative cila ndikon në uljen e praktikës, edhe në ngritjen e cilësisë të arsimit që atyre fëmijëve që marrin pjesë. Kjo është dëshmuar me raportet e shumta tona, organizatave ndërkombëtare, është dëshmuar se qendrat mësimore si mjet ndikojnë edhe ndihmojnë në uljen e praktikës, 2 në përmirësimin e cilësisë të arsimit, edhe na duhet një njohje e plot të vlerës këtyre qendrave edhe një proces të institucionalizimit të plot të tyre. Çfarë do thotë institucionalizimi? Institucionalizimi do thotë përvetësimi i punës së tyre nga ana e institucioneve, nga aspekti jo vetëm operacional, por edhe nga aspekti financiar. Tash, nuk është si për shembull këtu ministria nuk ndan fonde, por fondet që për momentin është i ndo, nuk janë të mjaftueshme për të adresuar nevojat e fëmijëve, do thotë për të ndihmuar adresimin e nevojave të fëmijëve që marrin pjesë në këto qendra mësimore, dhe shumë nga këto qendrat ende sfidon ajo ekzistenca e tyre ende sfidohet. Edhe kjo nuk duhet të jetë më. Nëse është dëshmuese, qendrat mësimore si masa afirmative kanë dhënë rezultate dhe janë të dhënë rezultat, nuk duhet të kushtoj shtetit shumë për me i pranu përgjegjësinë operacionale edhe financiare në tërësi. Sepse investimi në shkollim, do thotë, po dhe se kostoja në shkollim është investim, nuk është shpenzim. Po. Ne kemi nevojë tash me i në këtë debat, nuk kemi nevojë, por është fakt. Për këtë shtet, për këtë shoqëri është investim. Edhe që aty duhemi gjithsesi me investu. Kjo është definitivisht e para. E dyta, duhemi me kriju ma shumë kushte për qasje në arsimim të hershëm. Arsimimi i hershëm është regu si qelës për një arsimim të ma cilësor, ma të sukseshëm në vijim të shkollimit të tutje. Tash, nuk po folim këtu tash për hapjen e qerdheve të reja, por duhemi me gjetë një model, ku me investime të pakta mundemi me arrit ma shumë. Edhe na i kemi testu këtu disa modele, për shembull kemi pas në Gadime, një vend shumë të mirë, i cili për fat e keq për shkak fondeve prap është mbyll për momentin sot, nuk është funksional. Dhe çaj modeli ka tregu se si edhe aty kemi dëshmuar gjithashtu që ata fëmijë që marrin pjesë në çet program, ndej kur fillojnë shkollën fillore, këto që tham performation shumë mirë. Tash ka disa prej modeleve, si që për shembull modeli jon i qendrës në Gadime, i cili mundet mu përdor si shembull
për me i adresu edhe për me i siguru një pjesëmarrje më të madhe të fëmijëve të komuniteteve në arsimim të hershëm. Kjo gjithsesi duhet me ndodhë nëse dojna me pas një rezultat më të mirë në afat gjatë. Edhe ajo se gjithsesi çka na duhet është një ndryshim i qasjes në shkolla. Tash kjo nuk kërkon arsim, kjo nuk kërkon financim edhe fondi, kjo kërkon vetëm vullnet, një ndryshim i qasjes e sistemit arsimor karshi barazis në in classroom. So këto që thamë, desegregimi brenda within the classroom, Brenda klasës, po. desegregimi brenda klasës, involvimi i fëmijëve në punimet e ndryshme edhe në punimet gjatë orës. Nuk është e mjaftueshme te pjesëmarrja e fëmijët me regjistru veç me pjesëmarrjen e tij fizike. A janë këta 3 fëmijë këtu në klasë? Janë. Që aty je mirje. Nuk mjafton kjo. Nëse këta fëmijë nuk involvohen në orën mësimore, Nuk e arrit asgjë. mundet me arrit. Tash nëse ai ndihet që aty i përjashtuar, ai e kryen orën klasën e parë, 2, 3 të 9. Edhe 12 e kryen, po nuk përfitoj kurfar njohuri. So kjo nuk kërkon, kjo mundet me ndru nesra. Nese kemi vërtet një reflektim, kjo është self-reflection, i secilit prej mësimdhënësve. Self-reflection, i secilit prej mësimdhënësve për sigurimin e pjesëmarrjes aktive të gjithë fëmijëve, të i fillu nga ajo se çka fëmiu mundet me pru, e jo nga ajo se nga fëmiu është pru. Isak, faleminderit shumë bukur e përmbyllë. Po më duket nuk kemi lanë diçka mangu pa trajtu, ka shumë diçka për mu trajtu, po kemi trajtu pika kyçe, po gjithsesi nëse kjeve diçka që mendon që vlen me u përmend për fund. Jo, Agon, po menoj faleminderit për ftesën, të vërtet u kënaqja, në këtë diskutim ishte shumë, për mu shumë i lehtë, chill. Se niva vetën aseselën ndaj far presioni, tentoha një far mënyre me hap vetën, maksimalisht rreth këtyre çështjeve të cilat e përmendim, sepse është shoqëria jone, është shoqëria ime, është shoqëria jote, po dojna me pa shoqërinë tonë sa më të mirë, sa më të avancuar. Inshallah ma një ditë i te kalojna edhe japonez. Është dëshira jeme. Po sune te kalojmë nëse e ngrejmë njëri tjetrin prej kamet të poshte, po të e shty njëri tjetrin altë. Tash, a njëri tjetri mundesh mu kon ti, mundet mu kon nune, mundet mu kon një tjetër, kushdo tjetër, po na jemi kjo shoqëria, na duhet të ndihmojmë njëri tjetrin për me ecë përpara si shoqëri, edhe duhet të ndihmojmë ashtu të i adresu nevojat e personave të cilat janë ma të shtypur, ma të marginalizuar, edhe ma të privuar, sepse një shoqëri e cila e adreson the needs of atyre që janë në nevojë më të madhe, atëherë është shoqëri i të gjithëve. So, nëse një sistem funksionon për ata të cilët ka nevojë më shumëti, ai sistem ka me funksionu for everybody else. E vërtet, shumë e vërtet. Isak, më lejo me të falenderu shumë që ke sot me mu, po mbi të gjitha që je pjesëtar i kësaj shoqërie. Edhe përmes te të gjitha komunitetet në Kosovë që pasurojnë këtë vend e këtë shoqëri. Faleminderit edhe shumë mirënjohës. Dashur miq, një bisedë për një më veçantë dhe e këndshme, po e mbyllim me kaq. Urban FM 103.5 së shpejti me epizodet e radhës. Faleminderit shumë.